Tani të shohëm gjakun e istihadës. Të folim pak për istihada. Në fillim të shohëm se çka do thotë istihada. Istihada do thotë vazhdueshmëria e rrjedhjes së gjakut. Gjaku rrjedh vazhdimisht. Ndërsa kjo është domethënë është në aspektin gjuhësor. Ndërsa në aspektin terminologjik do të thotë, këtë mund tash domethënë t'ja veni mendën, rrjedhja e gjakut në kohët jo të rëndomta dhe rrjedhja e atij gjakut nuk është si rrjedhim, si faktor i smundjes apo i çrregullimit trupor. Kësa i thonë istihada. Pra, edhe njëherë të përmendi, gratë kanë edhe hajd, do më thonë të përmuajshme, kanë edhe nifas, do më thonë lehoni, kanë edhe istihada. Edhe istihada, do më thonë, i rrjedh gjak, jo nga arsyeja se ka linj, jo nga arsyeja se është do më thënë e përmuajshme, po nga çka? Nga ajo se është e smur, se ka çrregullime. Prandaj duhet ta dëgjojmë këtë edhe këtë me vëmendje, edhe ta shohëm se çfarë dispozita ka gjaku i istihadas. Një asaj do më thënë që rrjedh si çrregullim që është. Kështu në përgjithësi, gjaku i istihadas konsiderohet, do më thonë ajo që ka gjak të istihadas, si uzërlije. Ma tepër, do më thonë, si uzërli. Uzërli ku i thonë personi i cili, të cilit i paraqitet diçka që e prish abdesin, me rrjedhjen apo me daljen e saj. I prishet abdesi. E tash po nuk ndalet, gjaku nuk ndalet, shembull. Çfarë do të bëjë, nuk do të falet? Jo. Atëherë kur konsiderohet, kur merret se ka vazhdu gjaku të rrjedh, për shembull, pa marrë parasysh, a istihada qoftë, apo typi hundëve për shembull, apo për dikun tjetër për dhe një vare, atër qka? Nëse të ka rrjedh sa një kohë e namazit, atër të i konsiderohesh uzërli, ma'dhur i thot arabisht. Pra uzërli, qka do të thot? Ketë drejt që të marrësh abdes, në fillim të kohës, kur thirrën ezani, edhe falesh me atë abdes pa marrë parasysh, mund të rrjedhë gjaku edhe hasrën apo të pikin të bëje kretë gjak. Të kulloje. Mund të dhe të kulloje. A gjaku, qoftë pre pa marrë parasysh, pre kujdel, pre nga del, te abdesi nuk të prishet. Keni parasysh. Abdesi nuk të prishet. Pse? Deri kur nuk të prishet? Nuk të prishet deri kur thirrje ezani i namazit tjetër. Kur thirrën ezani i namazit tjetër, pa marrë parasysh se nuk e ke prish me diçka tjetër, ti të është prish abdesi. Duhet marrësh abdes të ri, pastaj në fillim të namazit tjetër, kohës tjetër. Tash, istihada pra e kishte kuptimin rrjedhje e gjakut pa ndërprer, edhe në aspektin terminologjik e tregum, do më thonë çfarë do thot, ta marrëm tash edhe një definicion të autorit të respektuar të Merakul Felahit, ki ka dhënë një definicion pakës më interesant. Ma në detaje ka shku. Ki thot kështu. Gjak
i istihadas, do më thënë i asaj se është uzërli faktikisht, apo rrjedh nga shkaku i çrregullimeve që i ka në trupin e saj, konsiderohet thot ai gjak që rrjedh më pak se 3 ditë. Do më thënë, gjaku i cili rrjedh më pak se 3 ditë, ajo është istihada. Kjo në 1. Ose rrjedh më tepër se 10 ditë. Ajo do më thënë është istihada. Pra, gruaja e cila ka këto probleme, atër çka bën ajo? Ajo gru, do më thënë, do ta falë namazin. Do ta falë namazin, kur do t'i bëja 10 ditë, edhe pse i rrjedh gjak ende, për shembull, rrjedh gjak. Pse do ta falë? Thotë unë nuk më dal, për shembull, prej menstruacioneve. Jo, ke dal. Pasi që në bo 10 ditë, edhe pse rrjedh, do më thënë, pse ke dal, konsiderohet se ai gjak pas 10 ditëve është gjaku i istihadas, i çrregullimeve që i ka. Pastaj thot, ose gjak istihadas është edhe gjaku i cili në lehoni, në nifas, do më thonë, është më tepër se 40 ditë. Në lehoni, vazhdon të jetë më tepër se 40 ditë. Ose ai gjak i cili në hajt, do më thënë në menstruacione, e prishën atë, si që e përmendëm 10 ditën. Po ashtu hinë edhe në disa detaje, po ne do t'i përmendim ato. Po ashtu thot, gjak i istihadas konsiderohet edhe atë që e shef fëmija, foshnja, vajza, vasha, e vogël e cila nuk i ka 9 vjetë. A dhe kjo do më thonë është, do të thotë se ka mundësi. A keni ndëgju? Vajzë e vogël është, vajzë e vogël nuk i ka 9 vjetë, edhe i paraqitet gjak. Ajo çka? Do më thonë, thotë konsiderohet ai gjak se është smundje, uzërli është, istihada, ka probleme shëndetësore. Në rregull. Po ashtu, thot, gjak i istihadës është edhe kur gruaja është shtatzan, dhe ka gjak. Gruaja kur është shtatzan nuk ka gjak, nuk ka të përmuajshme, ka? S'ka. E atër nëse ka, atër ajo është gjak i kujt i istihadas. Prandaj, thot, duke u bazu në këtë që i përmendëm, në këtë definicion që i përmendëm, nëse gruaja shef një gjak më pak se 3 ditë, ka hënë fitet dhe pas ta i ndërpritet, më pak se 3 ditë, 2 ditë. Sa bën të jenë 3 ditë, ndalet. 2 ditë. Atër çka? E shef, për shembull, të bardhat. Mund t'i dalin edhe të bardhat, para mendo. Ama ma pak se 2 ditë, ma pak se 3 ditë valni. Atër çka? Atër ajo duhet të di se ato kanë qenë istihada. Do të thënë gjak që nuk konsiderohet se është i menstruacioneve, po është, do më thënë, i gjaku i uzërlis, apo i smundjes. Po ashtu, nëse gruaja thot nëse lind dhe shet gjakun më tepër se 40 ditë,
Ajo që shtohet mbi 40 ditë kuptohet është istihada, ma këtë do më thënë e kuptojmë. Kemi edhe disa rregulla tjera, po unë do t'i kaloj ato, se më njëherë në kapën gjumi, e vetëm i përmendim ato që janë pakës ma interesant, po, thot, çfarë dispozite ka gruaja e cila hinë në moshën madhore duke qenë me gjak. Istihada ka. Do më thënë, ka gjakun e çrregullimit. Çfarë dispozite ka ajo? Ajo vazhdimisht ka gjak. Si do ta vërtetoje për shembull se është cilët ditë janë ato, do më thënë, ditë që janë të menstruacioneve. Thot, kjo vajzë do t'i konsideroj pasi që vazhdimisht edhe më parë ka pas për shembull gjakderdhje, ka pas gjak, atëherë ajo do t'a konsideroj 10 ditën si afat. Do më thonë, do të mundohet më tepër. Pse? Se nuk mund të themi për shembull se ajo ka pas 7 ditë. Pse? Se edhe më parë ka pas gjak. Para se me hi në moshën madhore. E në këtë mënyrë. Ndërsa kuptohet, do më thonë, edhe pse do të ketë gjak pastaj, pas 10 ditëve, sa do të konsiderojmë pastrimin e saj, e pastër, se konsiderohet e pastër, sa? 15 ditë. I harrojmë këto mesele më herë. Pra ajo vazhdimisht ka gjak, ashtu? 10 ditë konsiderohen se është, domethënë, të përmuajshme, pas 10 ditëve, 15 ditë konsiderohen të pastrimit, sa ajo mund të moshohet të bardhë. Të bardhat nuk i shef, se vazhdimisht ka gjak, shembull. Edhe 15 ditë, domethënë, pastrim, pastaj kuptohet, domethënë, ajo tjetra është istihada. Ajo tjetra, istihada, ku i thëshin, domethënë, ajo si uzërlije, apo si rrjedhim i pengesave, i problemeve, çrregullimeve që i ka, domethënë, në trupin e saj. Uzërlia i ka ato rregullat si ku i përmenda pakës më herët.